Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot, atë falënderojmë dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, disa minuta do të flasim në lidhje me çelësin e xhenetit, duke pas parasysh që Allahu fuqiplot e bëri një fjalë ose një fjali të vetme për atë Allahu Gjeleshani krijoi tokën dhe qiellin, për atë fjalë Allahu Gjeleshani zbriti librat, për atë fjalë i dërgoi të gjithë pejgamberët, për atë fjalë u krijua xheneti dhe xhehenemi, edhe për atë fjalë njerëzit u ndanë në musliman dhe jo musliman, njerëzit të mirë dhe të lik. Ajo është fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Në atë shumë dështa dhe njëherë të habitur në brenda kësaj bote, sa që harojmë të përmendim Allahun fuqiplot, i cili na krijoi në formë më të bukur dhe na dalloi nga të gjitha krijesat tjera. Allahu në Kur'an thotë: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Nuk ka mundësi që të gjithë pejgamberët tjerë që i kemi dërgu, nuk ka mundësi njëri prej tyre që se ka përmend fjalën la ilaha illallah. Do më thonë të gjithë pejgamberët, prej të Ademi islam deri te Muhamedi islam, të gjithë ata janë marrë me këtë çështje. Se si ta besojmë Allahun drejt, edhe mos t'i bëjmë atij shirk, mos t'i bëjmë ortakëri në besim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha harrama 'ala an-nari." Allahu ja ka ndalu, ja ka bo haram zjarmit të xhehenemit. Men qale la ilaha illallah, ati që thot la ilaha illallah, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Mirë po, e thot këtë fjalë për me arrit mëshirën dhe e thot për hir të Allahu subhanahu wa taala. Përndeshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala më e mirë që e kam thonë unë si pejgamber dhe të gjithë pejgamberët tjerë është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Të gjithë në e ditë. Ai që se ka për hatur shumë letë mëson. Mirë pa, kemi kohë me thonë. Nësi popull, o vëzër, vallaj habitemi pas kësaj bote që asgjë nuk kushton të Allahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir." Në ditë 100 herë thot e ka se vapin sikur mi lishu 10 robër që kanë qenë robëri. E dini që me thonë një njeri me lishu nga robëria? Ju e shifni që do me thonë robëria të ne me padrejtësi. Wa kutibet lehu 100 hasene, dhe Allah ja shkruan, ja regjistron 100 veprat mira. Wa muhjet anhu 100 sejje, edhe ja fshin 100 gabime që i ka pas. Wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawma dhalik. Atë ditë që i ka thonë 100 herë atë fjalën që e përmenda fjalin më herët, Allahu Gjeleshani e mbron nga shejtani, nga djalli më fort. Mirë po fatkeqësia jonë është se a kemi kohë me thonë këtë që e përmenda më herët. Thot Allahu në Kur'an për historinë e Yunusit alayhis salam, thot wa dhannuni o Yunus alayhis salam, idh dhahaba ghadiban, kur Yunusi u hidhrua, u nervozua me popullin e vet, me xhamatin e vet, se nuk e dëgjon të xhamati. Fa dhanna an la naqdir alayhi, edhe ai mendoi që nuk do të vi puna e tij ngushtë. E di ndonjëherë njeriu kur e mendon që vet mundet, edhe pastaj nesër ngushtohet, Allah. Me vite ka menduar që vet mundet. Edhe pak se ngushtohet me njerë kërkon ndihmë. Ja, nuk guxem me menduar që vet mund me kri punë.
pa ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, pastaj pa ndihmën edhe të njerëzve që mendojmë që mundën me na ndihmu. Fanada fi dhulumati, e pastaj kur Allahu e dënoi Yunusin dhe e futi në barkun e balenës në errësirën që ishte atje, tha: La ilaha illa anta subhanak, nuk ka Zot që meriton të adhurohet dhe që është një përpos teje. Subhanak, ti e i lartësuari, pa të meta. Inni kuntu min adh-dhalibin, unë isha i padrejt. Do më thonë e ka pranu gabimin edhe e ka lavdru Allahun subhanahu wa taala. Allahu thot fastajabna lahu, edhe ne ja pranuam faljen, do më thonë e falem sa i kërkoj falje. Wa najjaynahu, edhe e shpëtuam në wa najjaynahu min al-ghammi, e shpëtuam nga teri. Wa kadhalika nunjil mu'minin, edhe kështu ne i shpëtojmë të gjithë besimtarët. Të ndërshëm vëllezër, ne në këtë botë kemi ardhur për këtë fjalë, sepse kjo fjalë na bashkon të gjithëve. Pa marrë parasysh jemi shqiptar ose jo shqiptar. Jetojmë në lindje apo në perëndim. Edhe krejt ummeti musliman lidhet për këtë fjalë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Të ndërshëm vëllezër, pa mos e zgjat, vetëm dy thënje. Njërën e thot, e kanë pyet Hasenin, Hasan, thot, i kanë thonë Hasanit, janë disa njerëz që thonë, ai që thot la ilaha illallah dakhala al-janna, hin direkt xhennet. Hasani kështu e ka komentuar, thot po e vërtet është ai që thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hin xhennet. Mirë po, në qoftë se e çon këtë fjalë me gjithë çka që ka rreth dhe brenda kësaj fjale, edhe me farzet e kësaj fjale. Po që ta kuptojmë më mirë, e kanë pyet një tjetër, Vehb ibn Munabbi. I kanë thonë, a nuk është e vërtetë se çelësi i xhennetit është fjala la ilaha illallah? Ai thot po. Mirë po, secili çelës i ka dhëmë të veta. E keni po çelësi? Ai ka dhëmë. A mundet me një çelës me çelë këtë dyerta? Jo, s'mundet. Edhe fjala la ilaha illallah i ka dhëmë të veta. E dhëmë të veta, cilët janë? Janë namazi, o zekati, o haxhi, o respekti ndaj prindërve. Është respekti edhe ndaj çative fëmijëve që i përmenda më herët. Është nxënia e ditorisë, është falja e njerëzve, është puna, lloj-llojshmëri të obligimeve që të dhamt janë. Se të kishë qenë vetëm me thonë la ilaha illallah, shumë lehtë do të ishte. Por atë shkak ndonjëherë thonë, rribe rahat se puna më e lehtë para se me vdek, veç dush me thonë la ilaha illallah dhe vdes. Po pa mundesh me thonë. Ata djemë të ishin të burë edhe babës, e kanë pa që ai s'po thot la ilaha illallah, edhe i kanë thonë në fund, thuaj jo bab. O, ka thonë, jam të ujë ndëgju, po se më shkon gjuha. Nuk më shkon, nuk mundëm me thonë. Pse se 70 vjetë, 100 vjetë se kum dasht, se kum thonë. Edhe pse nuk është argument, e thot edhe nuk e thot edhe, ai që e thot hin xhenet, ai që nuk e thot, jo. Mirë po si shembull, ndoshta edhe një herë duam me e thonë, mirë po nuk na shkon gjuha. Vëllezër, të jetojmë me këtë fjalë, punojmë me këtë fjalë, ta duam këtë fjalë, ta shpërndajmë këtë fjalë, sepse kjo fjalë na bashkon të gjithëve, pa marrë parasysh ku jemi dhe jemi. Inshallah Allahu na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet me ton. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.